Një tërmet i fuqishëm me magnitudë 7.8 ball ka tronditur mëngjesin e së hënës jugun e Filipineve, duke lënë pas viktima të plagosur dhe dëme të konsiderueshme në infrastrukturë. Sipas të dhënave paraprake, të paktën 8 persona kanë humbur jetën dhe 4 të tjerë janë plagosur si pasojë e lëkundjeve të forta sismike që goditën zonën detare pranë brigjeve jugore të ishullit Mindanao. Autoritetet paralajmërojnë se numri i viktimave mund të rritet, ndërsa ekipet e emergjencës vazhdojnë kërkimet në zonat e prekura. Sipas United States Geological Survey, tërmeti u regjistrua në një thellësi prej rreth 35 kilometrash. Fillimisht magnituda ishte vlerësuar në 8.1 ball, por më pas u korrigjua në 7.8 nga ekspertët sismolog. Epiqendra e tërmetit ndodhej rreth 56 kilometra në jug të qytetit General Santos, në rajonin Mindanao, ku lëkundjet u ndjen me intensitet të lartë dhe shkaktuan panik tek banorët. Autoritetet lokale raportojnë se disa ndërtesa janë shembur, ndërsa 10 banesa kanë pësuar dëmtime të rënda. Në qytetin General Santos, ekipet e shpëtimit po punojnë për të verifikuar raportimet për persona të bllokuar nën rënoja. Pas tërmetit, Pacific Tsunami Warning Center lëshoi menjëherë paralajmërim për tsunami, duke njoftuar se valë të mëdha mund të godasin brigjet e Filipineve dhe vende të tjera të rajonit. Sipas vlerësimeve fillestare, valët mund të arrijnë lartësi nga 1 deri në 3 metra në disa zona bregdetare të Filipineve, ndërsa në pjesë të Indonezisë dhe Malajzisë priten valë më të ulta. Paralajmërime janë lëshuar edhe nga Japan Meteorological Agency për zona të ndryshme bregdetare të Japonisë, ku autoritetet kanë kërkuar vigjilencë të shtuar. Pamje të shpërndara në rrjetet sociale tregojnë ndërtesa të dëmtuara, njerëz që largohen me nxitim nga banesat dhe turma banorësh që kërkojnë strehim në zona më të sigurta. Filipinet ndodhen në të ashtu quajturën unaza e zjarrt, një nga rajonet më aktive sismike dhe vulkanike në botë, ku përplasja e pllakave tektonike shkakton shpesh tërmete.